për të diskutuar me Albën. Alba, sa mund të marrin këto afatet me që tashmë zyrtarisht e kemi ligjin në zbatim? Edhe nisim pak që në këto emocionet e ligjit të ri tashmë që ka filluar të zbatohet. Për hir të së vërtetës, duhet të korrigjojmë disa dhëna. E para, ligji është shkruar nota verbale qeverisë shqiptare dhe italiane. Praktikisht, ky ligj hyn në fuqi prej 1 korriku 2025. A pra është në një korrik? Po, korrik 2025. Po procedurat mund të nisin që tani? Pra kërkesat? Të lutem se më vjen përplasja e zërit. Nësa mund ta mbaroj logjikën? Po. Të lutem, më dëgjoni? Po, të dëgjoj, me ty jam. Atëherë dhe njëre përsëris, ka një përhirëse të vërtetës e përsëris. Ky ligj hyn në fuqi në 1 korrik, hyn në fuqi praktikisht në 1 korrik të 2025-s. Pasi një nen i këtij ligji parashikon që hyn në fuqi ditën e parë të muajit të dytë pasi bëhet shkëmbimi i notës verbale mes 2 qeverive. Kemi parë në samitin e politikave europiane që u mbajt në Tiranë, ku erdhi kryeministra italiane Giorgia Meloni, aty kemi parë dhe shkëmbimin e notës verbale mbi këtë ligj mes 2 qeverive. Ky ligj praktikisht prej 1 korriku 2025, emigrantët shqiptar mund të nisin aplikimin me modulet përkatëse për të përfituar zbatueshmërinë e këtij ligji. Deri më tani ka preokupim dhe këtë përcjell prekupimin e emigrantëve shqiptar, pasi ende nuk është ndar nota informative që Instituti Italian i Sigurimeve Shoqërore, por gjithashtu dhe Instituti Shqiptar i Sigurimeve Shoqërore duhet të shpërndajë në portalin në faqen e tyre zyrtare për të informuar mbi teknicitetin dhe mënyrat se si do të jetë i zbatueshëm ky ligj. Ne njohim disa nenet e këtij ligji, por praktikisht ky ligj zbatohet në mënyrë